Përdhunoi dhe mbajti peng të dashurën e tij për 10 ditë, arrestohet në flagrancë 34 vjeçari italian. Karabinierët e Cesarit Itali arrestuan në flagrancë një 34 vjeçari akuzuar për rrëmbim personi, tortur, plagosje, keq trajtim në familje dhe rezistencë ndaj forcave të rendit. Sipas autoriteteve bëhet fjala për një mangth që ka zgjatur të paktën 10 ditë mes dhunës, kërcënimeve dhe torturave. Viktima është një vajzë 25 vjeçare, partnerja të arrestuarit, e cila u gjend në gjendje shoku brenda banesës. Karabinierët, kur mbritën në vend ngjarje, nuk arritën të hynin në apartament pavarësisht përpjekjeve të përsëritura. Pasi u konstatua se brenda kishte persona, ata hyn nga një dritare me ndihmën e zjarfikësve. Brenda banesës, forcat e rendit gjetën vajzën në gjendje të rënduar psikologjike dhe me shenja të dukshme dhune. Ajo deklaroi se ishte mbajtur e mbyllur në shtëpi nga i fejuari për rreth 10 ditë dhe se kishte pësuar dhunë të përsëritur fizike, akti konfirmuar nga mavjosjet e shumta në trup. Hetimet kanë zbuluar se episodet e dhunës kishin nisur prej të paktën 3 muajsh, që nga momenti kur marrëdhënia mes çiftit ishte përkeqësuar.